Jemi rikthyer në studio për të shkuar në një lidhje të drejtë për drejtë në Belgjik, aty ku fiks një vit më vonë është gati për të hapur një tjetër shkollë shqipe. Por këtë herë jo në Antwerp siç ndodhi vitin e kaluar, por në një tjetër qytet të Belgjikës, siç është Sint-Niklas. Dhe pikërisht për të folur për këtë, ne do të jemi në një lidhje të drejtë për drejtë me kryetarin e shoqatës Iliriada në Belgjik, zotin Ismet Ademi, dhe gjithashtu zonjën Donika Gashi është kryetare e departamentit të gruas, në të cilët do të ndajnë me ne sot disa momente të rëndësishme të kësaj iniciative që është gati të marrë jetë në datën 9 nëntor. Zoti Ismet, zonja Donika, përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Unë e di që zonja Donika ka pak emocione, por mendoni sikur jemi bashkë në një kafe për të mësuar më tepër rreth kësaj iniciative, ku komuniteti shqiptar besoj janë shumë i lumtur, sidomos për fëmijët e tyre. Tani, zoti Ismet, do doja të nisja me ju. Shkolla në Sint-Niklas hapet, siç e thash, një vit pas asaj në Antwerp. Na thuaj pak çfarë do të thotë kjo për ju në radhë të parë dhe për komunitetin shqiptar atje. Faleminderit edhe një herë dhe ju përgëzoj dhe faleminderit për që na keni dhënë hapësirën të jemi prapë në misionin tuaj dhe për këtë ju përgëzoj dhe kjo është një mbështetje e madhe për komunitetin shqiptar në diasporë. Sa i përket shkollës Iliriada që do hapet me 9 nëntor 2025 në qytetin e Sint-Niklasit, për neve kjo është një gjë shumë e mirë dhe e bukur dhe i falenderoj të gjithë prindërit dhe bashkëdhëtarët tanë që janë duke na përkrahur në këtë kauz ose do them në këtë projekt kombëtar shqiptar të Belgjikës, që jemi duke punuar së bashku të gjithë dhe kjo për një vit aktivitete të shoqatës Iliriada dhe të shkollës Iliriada u bë një mundësi edhe edhe po ashtu dua ta falenderoj edhe nënkryetaren e shoqatës të Iliriadës, zonjën Qendresa Tajri Sylaj dhe përgjithëse për arsim që zonja Qendresa vjen edhe nga ky qytet i Sint-Niklasit dhe me punën dhe me mundimin që kanë bërë bashkë edhe me mikeshën ose të themi me bashkëpunëtorën e vetë nga Sint-Niklasi, po ashtu Blerina Kamberi, që kanë mundësuar me disa mujore duke biseduar me autoritetet komunale, me bashkëdhëtarët në komunitetin shqiptar dhe sot u mundësua që me 9 nëntor të hapet shkolla shqipe në Sint-Niklas të Belgjikës. Dhe kjo për neve është që na motivon edhe më tepër edhe më shumë që të punohet për komunitetin shqiptar në Belgjik, por edhe por pse edhe jo edhe për të kemi edhe një lidhje të mirë edhe me vendlindjen, me trojët shqiptare, që besoj që kjo do t'jetë edhe cikli jashtëm i shoqatës Iliriada. Po, dhe ju përgëzojmë absolutisht për këtë nismë. Në një vit më parë kur ju kishim në studio e premtuat një gjë të tillë dhe ja ku ndodhi. Është shumë e lumtur besoj edhe për gjithë ata që janë duke rritur fëmijët atje. Zonja Donika, ju jeni një vajzë shqiptaro-belge me një baba shqiptar dhe me një nën belge. Keni ruajtur një gjuhë shqipe në mënyrë fantastike dhe do doja të dija pak më tepër si ju duket ju kjo mundësi, kjo iniciative, hapjes së shkollës shqipe për një komunitet që jeton në Belgjik. A e kanë më të lehtë se që kishit ju dikur për të mësuar gjuhën shqipe dhe për të ruajtur mirë rrënjët me kulturën dhe traditat shqiptare? A kanë më të lehtë fëmijët sot? Për ca gjëra e kanë më të lehtë. Sot, do më thonë, si që po e shihni, do më thonë që është shoqata shumë aktive, me shkolla shqipe, me mësim shqip për fëmijët tonë. Kjo është një hap shumë i rëndësishëm për neve, edhe për fëmijët tonë. Kjo e bën më të lehtë për fëmijët tonë me mësu gjuhën, me i majt lidhjet, do më thonë, me shqiptar tjerë, me fëmijë tjerë. Atëherë e kishim për ca gjëra ma lehtë, do më thonë, sepse ne ishim fëmijët e gjeneratës parë ose së dytë të shqiptarëve në Belgjik dhe prindrit tonë ose gjyshrit nuk i dinin gjuhët e vendit. Atëherë s'kishim tjetër zgjidhje pas që të flasim shqip me familjarët tonë.
Kjo tashti është pak më e vështirë për fëmijët tonë, po falë shkollave shqipe, besoj që e ka një përparësi shumë të madhe tani për me rujt gjuhën, jo vetëm gjuhën, po edhe kulturën shqiptare, kontaktet me fëmijët, mësojnë në shkolla edhe për histori, për vlerat kombëtare. Dhe më thonë shkolla shqipe është diçka shumë e rëndësishme. Dhe më thonë jemi shumë të kënaqur që i kemi arrit këtë gjë. Dhe më thonë 2 shkolla me u hap në një region për një vit është diçka jashtëzakonisht punë e mirë që lëvdohet edhe nga shqiptar, nga komuniteti, po edhe nga shteti belg. Zoti Ismet, ishte si pasojë e hapjes së shkollës vitin e kaluar rritja e kërkesave nga komuniteti atje për të hapur këtë shkollë në Sint Niklas dhe sa shqiptar jetojnë në këtë qytet? Po, besoj se po, meqense si ju kom pas cekët në programin juaj para një vite që kam qenë në mysafir në emisionin tuaj, kemi print ose kemi edhe fëmijët ose nxënësit që bëjnë nga 45 kilometra nga qyteti në qytet të tjetër dhe vinë në qytetin Antwerpen dhe vijojnë mësimin në plotësues në gjuhën shqipe dhe besoj se edhe kjo na ka dhënë një motivim më të madh që edhe qëllimi jonë është dhe i shoqatës që në çdo qytet ku flitet dhe mendojmë që ka shqiptar, do të jemi aty dhe do të bëjmë çmos që të hapet sidomos një shkollë ose edhe të jetë edhe 3 nxënës, 5 nxënës, na do të bëjmë që ta hapim shkollën. Edhe kjo besoj se shkolla para një vite që është hapur me 8 dhjetor 2024 në Antwerpen dhe në hapjen e shkollës së parë shqipe në Antwerpen, falni. Kemi për online, kemi pas regjistrime për 3 ditë mbi 80 nxënës dhe tani shkolla shqipe Iliriada në Antwerpen ka të regjistruar 140 nxënës. Do thotë që edhe kjo ka qenë një motiv. Po, edhe kjo ka qenë një motivim i madh të gjithë stafi, ku të flas nuk flas vetëm në emrin tim, po flas në të gjithë stafin, meqense shoqata Iliriada përbohet nga 30 anëtar. Po flas aktiv që janë duke punuar jo vetëm një herë në javë, kur është shkolla shqipe, por janë të themi të drejtën 24 edhe pranë meje e kam edhe në kryetaren e shoqatës, edhe kryetaren e departamentit të gruas që për zotin thuajse gati çdo ditë kemi kontakt dhe mendojmë se si të punohet sa më mirë për komunitetin shqiptar në Belgjik, po ashtu pa i harruar edhe të gjithë stafin pedagogjik, pa i harruar kryesinë e shoqatës, pa i harruar 10 departamente që janë duke punuar në ditë dhe natë të themi për komunitetin shqiptar që sadokudo që gjuha, kultura, tradita shqiptare mos të humbaset, meqense kam cekur edhe në disa takime private ose tubime ku kemi pasur që me kusht dhe me çdo mund duhet të ruhet gjuha, meqense të gjithë në diasporë jemi në jashtë vendindjes, dihen do të thotë nuk kemi shkolla të rregullta shqipe këtu, po falë Zotit dhe falë të gjitha atyre që janë duke na ndihmuar dhe janë duke punuar, po e arrim qëllimin tonë që të kemi një kupoll të shqiptarëve ku munden të vinë dhe të vijojnë, ose po ashtu kam cekur edhe që shkolla nuk do të thotë vetëm shkolla ose shoqata, por shkolla edhe shoqata Iliriada janë një urë lidhse në mes komunitetit shqiptar që jetojnë në Belgjik edhe në Tani, për të ndalur pak këtu, sepse ju jeni një shembull vetë për të marrë, ju keni një djalë 20 vjeçar, në mos gaboj dhe e ka ruajtur shumë mirë gjuhën shqipe. Donika gjithashtu është me nën belge dhe baba shqiptar dhe e ka ruajtur po kaq mirë gjuhën shqipe, por a mendoni se mjafton, këtë pyetje mund t'ja bëj Donikës, a mendoni se mjafton vetëm gjuha shqipe për të mbajtur të lidhur me rrënjët dhe traditat ndoshta fëmijët e kohëve moderne sot? Gjuha është shumë e rëndësishme. Në rast parë, gjuha përmban edhe ndjenja, por edhe kulturë e histori. Do më thonë kjo vlen për çdo gjuhë, po gjuha shqipe është shumë e pasur, do më thonë ajo edhe pak më shumë i përmban ato, ashtu më duket mua. Është gjithë përfshirëse. Po.
Edhe gjuha është aq e rëndësishme sepse na lidh me vendet tona, me familjarë që i kem në Kosovë, Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, shqiptarët. Na lidh sepse kur shkojmë në pushime, fëmijët tanë kur komunikojnë me prindërit tanë, me kushëritë e vet, me fëmijë tjerë, që janë edhe shumë ma dashur se këto fëmija në përvendet tona, ata i tërhek për me shku ma shpesh, do me thënë të majnë kontakte me vendet tona. Me familjarët. Me familjarët, besoj gjuha në rast parë. Okej, tani, me qënë se je përgjegjëse edhe për departamentin e gruas tek shoqata Iliriada, çfarë roli luan gruaja shqiptare në diasporë, veçanërisht në Belgjikë, dhe cili është kontributi konkret, le të themi, në këtë sferë? Roli i gruas shqiptare është shumë i rëndësishëm në gjithë botën, mendoj unë, por veçanërisht në diasporë. Gratë kanë një përgjegjësi shumë të madhe, do më thonë edhe në familje, po edhe jashtë shtëpie. Gratë tona janë përfaqësuar në gjitha degët e shoqërisë, në gjitha sektoret. Ato janë aktive edhe në politikë, edhe biznese kanë shumë gratë shqiptare, do më thonë kanë një kontribut shumë të madh për shoqërinë. Edhe ato të shoqërinë shqiptare, edhe shoqërinë në Belgje. Unë i admiroj shumë ato, sepse edhe punojnë shumë, janë ambicioze, janë energjike, edhe gjithashtu nuk i harrojnë vlerat e tyre kombëtare. Domethënë, nëse mendoj për kontributin e gruas shqiptare, është edhe në jetën e, domethënë, profesionale, por edhe në ato truajtje e gjuhës, kulturës, të vlerave shqiptare. Okej. Po, patjetër, zotisme. Po, kështu gruaja shqiptare në diasporë, të them, ose edhe në Belgjikë, sidomos, luan një rol shumë kyç në vendimarrje, dhe sidomos po flas tani te shoqata Iliriada, që në kryesi dhe në departamente kemi mbi 70% janë që udhëheqin shoqatën Iliriada janë gra. Do të thotë edhe janë vendimarrje në këtë drejtim dhe janë duke dhënë një kontribut shumë të madh. Po janë shumë të përkushtuara, duhet thënë kjo, më tepër. Tani do të fokusohemi pak tek shkolla, që është gati për të hapur në datën 9 nëntor. Sa klasa do të ketë shkolla, cili është programi, cilat janë ato lëndët e para që janë vendosur për t'u dhënë për nxënësit? Na tregoni pak më tepër për këtë. Po, se ju meta dhe borç, më pyetet edhe sa bashkëdhetar jetojnë në asnjë klas, sipas informatave që kemi edhe nga shoqata jo qeveritare, do të thotë janë 2500 shqiptarë familjarë që jetojnë në asnjë klas. Do të thotë, po, edhe sa i përket organizimit shkollës në asnjë klas që do të hapet me 9 nëntor 2025, kemi është paraparë që të jenë 2 klasa. Deri tani janë të regjistruar mbi 20 nxënës, do të thotë për hapjen e parë. Dhe besoj se në të ardhmen besoj se do të kemi edhe më shumë. Punohet të njëjtin program, do të punohet sigur, do të thotë shkolla Iliriada në asnjë klasë është në mbredhjen e shkollës edhe shoqatës të qytetit të Ambërpenit ose të shoqatës Iliriada. Dhe do të punohet me programin e diasporës të Ministrisë Shqipërisë dhe Kosovës, që kanë përpiluar një program përbashkët për mësimdhënie për diasporë. Dhe dua edhe një herë të falenderoj edhe ambasadorën, shkëlqësinë e saj Albana Daullari, që para një muaj për vitin akademik 2025-2026 ka qenë në shoqatën tonë dhe na ka sjell librat mbi 170 libra për nxënësit tonë që vijojnë mësimin në gjuhën shqipe. Dhe po ashtu jemi duke
sidomos nëse një klasë do të punohet sipas programit të diasporës dhe sipas programit të shkollës Iliriada, por e kemi edhe planin B, meqense kemi në fëmijë ose nxënës tanë që gjuhën shqipe flasin mirë dhe disi edhe me jo edhe aq mirë, por kemi planin B që mësueset tona, stafi pedagogjik, departamenti i arsimit kanë punuar dhe kanë bërë një ekip ose një strukturë që fëmijët që nuk e flasin dhe mirë gjuhën shqipe që të punohet me ato fëmijë ose me ato nxënës veç dhe veç. Kështu që jemi mirë të organizuar, stafi pedagogjik është i mirë organizuar, do të thotë, por që na gëzon fakti edhe në përhapjen e shkollës në sindikat dhe kë dua ta ceki, që do të jetë e pranishëm edhe ambasadorja e Shqipërisë, do të jetë e pranishëm me 9 nëntor, do të kemi edhe konsulin e Kosovës na i ka konfirmuar se do jenë, por që e bën edhe më unike këtë ditë të hapjes së shkollës në Siniklas, do e kemi edhe kryetarin e prefekturës Siniklasit që na ka konfirmuar që do jetë prezente edhe ai, po ashtu do jetë edhe drejtoresha e arsimit për prefekturës Siniklasit, kështu që keni pasur mbështetje, me pak fjalë, keni pasur mbështetje për përmbyllur këtë iniciativë të re të hapjes së shkollës shqipe. Edhe kjo na gëzon fakti që me të vërtet edhe institucionet belge, edhe qeveria belge të them ose komunës belge po na përkrajnë në këtë drejtim, vetëm prezenta e kryetarit do të thotë diçka është shumë e mirëseardhur për neve. Tani sa i përket stafit pedagogjik, sa e vështirë ishte që të bënit bashkë mësues dhe të krijonit atë që duhej për të dhënë mësim në shkollën e re? Stafi pedagogjik i shkollës Iliriada, të them më mirë, përbëhet nga 10 mësues. 10 mësues. 10 mësues. Stafi pedagogjik 10 mësuese. 10 mësuese, 10 zonja i kemi, edhe një psikolog, 11. Dhe përbëhet të gjithë janë në niveli më të lartë, kemi të ciklit të ulët, të lartë, profesoresha, do të thotë janë që edhe kanë dhënë mësime edhe në Shqipëri e në Kosovë, që japin edhe këtu në shkollat belge japin mësime, do të thotë jemi shumë mirë të përgatitur dhe të them të drejtën, jemi ndër shoqatat më të mirë organizuar në Belgjik, më them edhe në Evropë, në Belgjik jemi shoqata në çdo eveniment që kemi marrë pjesë ose që kemi organizuar kanë qenë të pranishëm edhe nga institucionet belge, edhe nga ambasada Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut, dhe çdo herë na kanë përgëzuar dhe na kanë thënë për Zotin ju nuk jeni një shoqat, po jeni më shumë se një shoqat. Kështu që i jemi mirë të organizuar, janë 10 mësuese, do të thotë i kemi janë që japin, edhe ata japin një kontribut falas, do të thotë në shoqat punojmë të gjithë falas, do të thotë gjithë janë pa pagesë, kështu në të thamë. Po nxënësit do paguajnë diçka, nxënësit që do vinë për të ndjekur mësimet në shkollën Iliriada, do të paguajnë diçka apo jo, dhe sa herë në javë kanë shkollën? Po, shkolla për momentin është një herë në javë, çdo të dielle, edhe në Siniklas ashtu do jetë një herë në javë. Kemi bërë një pagesë mujore 15 euro, simbolike që vetëm për shpenzimet të jenë të shkollës, se si u ceka më lart të gjithë janë vullnetar, mësueset, stafi pedagogjik, kryesia, antarësia, gjithë. Edhe do të thotë është një 15 euro vetëm për kostot se kemi qirane, kemi argjime që janë për shkollën, për shoqatën e kështu. Tani, me sa di unë, keni hapur kurse edhe për shqiptar dhe jo shqiptar që dëshirojnë të mësojnë gjuhën flamane atje, apo jo? Po. Donika? Po, Donika. Kemi një mësim, do më thonë të gjuhës flamane, për të gjithë të interesuar, do më thonë të rresit shqiptar, që fillestar, ose ata që duan të përmirësojnë gjuhën, kjo është mësohet gjuha e përditshme, gjuha profesionale,
Janë mësuesët shumë të afta që e din gjuhën e këtuhit perfekt, domethënë ose të rritura këtu ose që e kanë mësuar me një shkollë të lartë. Domethënë mësimi është edhe ka shumë të interesuar, edhe pse kemi fillu, domethënë nuk e di që Kemi, po. do të thotë për gjuhën si e ceke dhe Donika në kryetarja, I kemi 2 herë në javë, çdo të martë dhe të njëjtën mbahet ka prej orën 6:30 deri në orën 9, mbahet kursi për mësim në gjuhën flamane dhe po ashtu kemi, do të thotë kjo nuk do të thotë vetëm për komunitetin shqiptar, kemi do të thotë kemi edhe nga komunitetet të tjera që vinë dhe e vijojnë mësimin në gjuhën flamane, kështu ne që edhe besoj që ka edhe shqiptar që jetojnë në Belgjikë dhe kanë ardhur tani ose me disa vite këtu edhe nuk duan të integrohen sa më shpejt jetë e mundur, absolutisht. Do të integrohen sa më shumë. Dhe kjo do të thotë Po, ndjes që ju ndërpres, po në vijim të kësaj do doja t'ju cekja që më keni përmendur që keni edhe kurse për belg që duan të mësojnë gjuhën shqipe apo jo? Po, jemi duke përgatitur një plan program dhe besoj shumë shpejt tani në janar me 10 janar sipas planit që e kemi bë, që do të bëhet edhe një kurs edhe për belgj edhe jo belgj që dojnë dhe ta mësojnë gjuhën shqipe, edhe do të thotë që prej 10 janarit do fillojmë me kursin e gjuhën shqipe për jo shqiptar, do të thotë për belgjit, jo belgj, dhe kështu që kemi 25 që ne janë që janë regjistruar për të vijuar kursin në gjuhën shqipe, po flas të rritur, prej moshave 20-25 deri në moshën 50 plus, dhe ato janë të gjithë, të them të drejtën, janë persona që janë të martuar me shqiptar ose shqiptare me belge, po ashtu janë edhe persona që ikin çdo vit ose në dy herë në vit ose ikin në pushime në Shqipëri, dhe kemi edhe disa biznesmen që janë në kontakte me biznesin në Shqipëri. Okej. Tani për ta përmbyllur, a mund të na thoni se çfarë aktivitetesh kulturore keni në plan të organizoni, sepse festat e nëntorit janë afër, pastaj janë festat e fundvitit, keni në plan të organizoni diçka së bashku me shoqatën edhe me gjithë bashkëdhetarët që jetojnë atje? Donika? Po, kemi në plan disa aktivitete, festa, normal, festat e nëntorit për neve janë shumë të rëndësishme. E kem tani me 22 nëntor është një dark nga forumi i gruas që organizohet. Kjo është një dark, domethënë familjare për gratë, të bashkohen, të njoftohen më shumë, të zgjonojnë në rrjetin, aty të promovohen edhe pak bizneset e tyre, por edhe do festohet së bashku. Atëherë është edhe në festa e shkollës, për festat e 28 nëntorit, do bëjnë aktivitete, do të tregojnë se çka kanë mësuar në mësimet, do recitojnë, do të tregojnë talentet e tyre, do të festojnë bashk. E atëherë kemi edhe një organizim për 28 nëntor nga, domethënë me iniciativë të kryetarit, bashkëpunim me kryesinë edhe me qytetin e Antwerpenit. Ja pjaqen për atë aktivitet aq madhështor. Po, faleminderit. Si e thekja edhe Donika, me 30 nëntor do kemi një festim ose një evenement që do të mbahet dhe sipas premtimeve që na është dhënë nga qyteti i Antwerpenit, do të mbahet në hapësirë jashtë, të themi, para komunës Antwerpenit, që do të jetë për ne do të jetë një organizim shumë madhështor, meqense për herë të parë shqiptarët do të organizojnë në Antwerpen një manifestim aq të madh që besojmë që mbi 1000 ca
bashkëdhetar ose më dhe më tepër do të jenë prezent dhe kjo do jetë në hapësirën shumë me një hapësirë shumë të mirë dhe për neve është një mirë për shkak se në këtë festim ose në këtë eveniment që do të mbahet për 28 nëntorin për ditën e flamurit pavarësinë e Shqipërisë me radhë, do të jetë që do ta promovojmë edhe kulturën shqiptare dhe do të jetë një gjë e mirë. Kemi bërë ftesa prej kryeministit të Belgjikës e deri tek kryetarët e komunave të Antwerpenit e më gjë. Kështu ne që besojmë që me 30 nëntor do të jetë një fest shumë madhështore dhe po ashtu besoj që nëse do arrimi këtë qëllim edhe juve si një bashkëpunëtore të them ose një përkrahase e madhe e diasporës që me të vërtetë ju falenderoj në emrin tim dhe në emrin të shoqatës dhe në emrin të 6-7 shqiptarëve që jetojnë në qytetin e Antwerpenit, që jeni duke na përkrahur në këtë program ose në këtë projekt shqiptar. Kështu që po ashtu edhe mos ta harrojmë, kemi edhe me 22 nëntor do të mbahet edhe dita e alfabetit gjuhës shqipe. Okej. Po dua edhe këtë ta ceki për fat të keq, kemi marrë një email nga një zonjë nga manastiri ku është shkruar alfabeti i gjuhës shqipe që qeveria e Maqedonisë së Veriut në këtë vit nuk ka nda asnjë çfarë buxheti për këtë shoqatë që çdo vit ka organizuar një koncert për ditën e alfabetit dhe na ka kërkuar një bashkëpunim dhe këtë unë dua ta shfrytëzoj edhe rastin që t'ju bëj ftesë, sidomos qeveritarëve shqiptar në Republikën e Maqedonisë së Veriut që të hapin sytë dhe të mos i lanë shoqatat shqiptare që veprojnë në Maqedoninë e Veriut e sidomos në manastir të kërkojnë ndihmë nga shoqatat ose nga mërgjimtarët tanë. Meqense edhe është një histori që përsëritet për fat të keq. Por urojmë të gjejmë mbështetje tek gjithë bashkëdhetarët që jetojnë në çdo vend të botës. Ne ju urojmë shumë suksese zoti Ismet. Po, do të thoni diçka tjetër? Jo, vetëm desha edhe një ju falenderoj juve, stafit të televizionit dhe radio televizionit juaj dhe besoj se kjo nuk do të jetë bashkëpunimi ose përkrahje juaj e fundit dhe do jemi në kontakte edhe një herë sinqerisht shumë faleminderit. Edhe për më tepër do doja të cekja që emocionohemi ne këtu në festat e nëntorit kur fëmijët dalin e recitojnë. Imagjinoj ju që jetoni dhe punoni në një vend të huaj. Ju përshëndes fort edhe shumë suksese me shkollën e re dhe patjetër që do të kemi mundësi të dëgjohemi dhe të shihemi sërish në iniciativa të tjera, po kaq domethënëse. Faleminderit shumë. Okej. Ishim në këtë lidhje të drejt për drejt me zotin Ismet Ahmeti dhe gjithashtu Donika Gashi nga shoqata Iliriada në Belgjik, të cilët në datën 9 nëntor do të hapin një tjetër shkollë shqipe, pas asaj në Antwerpen vitin e kaluar. Ne do të bëjmë një shkputje dhe do të rikthehemi sërish në studio.